Në një përpjekje për të rritur presionin diplomatik ndaj Rusisë, administrata amerikane ka vendosur sanksione të reja që godasin drejt për drejt dy nga gjigantët e energjisë ruse, Rosneft dhe Lukoli. Sipas njoftimit të Departamentit të Thesarit, masat e reja synojnë të ndalin rrjedhën e të ardhurave që financojnë makinën e luftës së Kremlinit, ndërsa Washingtoni kërkoi një rikthim të tryezës së bisedimeve për paqen me Ukrainën. Vendimi erdhi vetëm një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se takimi planifikuar me homologun e tij rus Vladimir Putin në Budapest të dështyej për një kohë të pacaktuar. Sa herë që flas me Vladimirin kemi biseda të mira, por ato nuk çojnë askund, tha Trump duke lënë të kuptohet për një zhgënjim të thellë ndaj qendrimit rus. Megjithatë, ndikimi ekonomik i sanksioneve mund të jetë i kufizuar për shkak të tregjeve alternative të Rusisë në Azi, do të përfaqësojë një ndryshim të dukshëm në politikën e jashtme të administratës aktuale. Trump, që deri më tani kishte shmangur vendosjen e masave ndëshkuese në pritje të një marrëveshje e paqeje, duke se po humbe durimin me mungesën e përparimit nga ana e Kremlinit. Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent deklaroi se masa ishte domosdoshme për shkak të refuzimit të Putinit për t'i dhënë fund kësaj lufte të pakuptimt. Sipas tij, Rosneft dhe Lukoli, që eksportojnë mbi 3.1 milion fuqi nafte në ditë, janë motori financiar i pushtimit rus në Ukrainë. Shumica e eksporteve të tyre shkojnë drejt Kinës, Indisë dhe Turqisë, vende që ende nuk janë bashkuar sanksioneve perëndimore. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar prej muajsh që SBA-ja të forcojë presionin ekonomik ndaj Rusisë, duke i quajtur këtë rrugën e vetme për të arritur paqen me forcë. Trump, i cili e ka cilësuar paketën e re si të jashtëzakonshme, tha se shpreson që masat do të çojnë në një përparim konkret. Thjesht të ndjeva si ishte koha, pritëm shumë herë për ta bërë këtë, u shpreh ai, kështuar se sanksionet do të mund të hiqen apo Rusia do të pranojë ndalimin e luftës.